Zbardhen detaje të reja lidhur me pengmarrjen dhe dhunimin e 27 vjeçarit në Tiranë, ku 2 persona janë arrestuar dhe 3 të tjerë janë shpallur në kërkim, 2 prej të cilëve vajza. Në kërkim janë shpallur Klajdi Limani, Monika Marku dhe Suate Ceno Aliaj. Kjo e fundit kishte pasur një lidhje me 27 vjeçarin dhe njëkohësisht edhe me njërin prej të arrestuarve, Lucian Kimza. Ky fundit ishte edhe i datori pengmarrjes së të riut, pasi ka parë se dashura e tij fliste me SMS edhe me 27 vjeçarin. Kanë rënë dakord që t'i bënin atij presion dhe t'i kërkonin para. Pikërisht në këtë moment hyn në lojë edhe vajza tjetër, Monika Marku. Kjo fundit ka biseduar me 27 vjeçarin dhe kanë lënë vend takimin për të pirë kafe. Të rinjtë kishin menduar planin më së miri, pasi kishin marrë një apartament Airbnb, ku Monika Marku kishte shkuar më pas me 27 vjeçarin. Pikërisht në këtë moment, nga tualeti i apartamentit dalin djemtë të tjerë dhe pasi dhunojnë të riun, i kërkojnë atij shumën prej 5.000 eurosh. 27 vjeçari mbahet aty për disa orë dhe më pas largohet dhe merr shumën e parave në shtëpi dhe ua jep keqbërësve. Po ashtu ata i kërkojnë sërish shumën prej 5.000 eurosh duke e shantazhuar dhe kërcënuar. I riu për shkak të dëmtimeve që kishte marrë ishte paraqitur në spital për të mjekuar, ku mjekët njoftuan më pas policin. Agjentët bën të mundur zbardhjen e ngjarjes pas deklarimeve të tij, ndërsa dhënia e parave prej 5.000 eurosh për herë të dytë u bë me anë të simulimit për të identifikuar dhe arrestuar personat përgjegjës.